Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Evropian paralajmëron heqjen e plotë të tarifave roaming me vendet e Ballkanit Perëndimor. Gjatë konferencës për shtyp në Shkup me kryeministrin Ilir Mickovski, komisioneri evropian e përzgjerimin Marta Kos kërkoi që të punojnë në ndryshime ligjore që do të mundsonin heqjen e roaming nga janari vitit të ardhshëm. Ne mund të kemi roaming falas për vendet e Ballkanit Perëndimor prej janarit 2026. E kam kuptuar se të dy jemi garues. Zoti kryeministri jam i sigurt që Maqedonia e Veriut do ta përmbush. Kjo është e madhe. Nënkupton që njerëzit tuaj dhe të gjithë njerëzit nga Bashkimi Evropian do të mund të komunikojnë në telefon pa tarifa shtesë, tha komisioneri evropiane për zgjerimin Marta Kos. Maqedonia e Veriut do të vendosë modelin One Stop Shop në vendkalimin kufitar Tabanoz Preshev. Këtë të premte pritet që në këtë vendkalim të fillojë puna me sistemin e integruar ndërkufitar të Maqedonisë së Veriut me Serbinë. Ministri i Brendshëm Pantre Toshkovski tha se nga 4 koriku në të do të kontrollohet vetëm hyrjet e njerëzve dhe mallrave në shtet. Me Serbinë zyrtarisht do ta vëmë në funksion në fund të kësaj jave. Mendoj se të premten e kemi bërë marrëveshjen të kemi ceremoninë e hapjes dhe fillimin e funksionimit në këtë mënyrë të kontrollit të udhëtarëve në kufi. Jemi në fazën e bisedimeve intensive dhe me Republikën e Shqipërisë ku flasim për 2 vendkalimet kufitare, ku vlerësojmë se do të lehtësohet lëvizja e qytetarëve nëpër kufi me mënyrën e re të kontrollit të udhëtarëve të quajtur One Stop Shop, tha ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë së Veriut Pantre Toshkovski. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Prishtina planifikon ndërtimin e 2 urave të reja që lidhin Mitrovicën e Veriut me Mitrovicën e Jugut. Për kryeministrin e detyrë të Republikës Kosovës Albin Kurti, urat e reja mbi Ibër janë dëshmi e përkushtimit të qeverisë për të rritur komunikimin, qarkullimin dhe bashkëpunimin. Ai sqaroi se ura për automjete dhe këmbësor do të ketë një gjatësi 51 metra dhe gjerësi 10 metra, ndërsa ura tjetër, e cila është dedikuar vetëm për këmbësor, do të jetë 41 metra i gjatë dhe 3.7 metra i gjerë. Kurti përmendi dhe rëndësinë rajonale të ndërlidhjes mes urave mbi lumin Ibër. Mbi lumin Ibër gjithsej janë 77 ura në 3 shtete, Malzi, në Republikë Kosovës dhe në Serbi. Pa i numëruar hekurullat që janë mbi lumin Ibër. 77 janë. Prej tyre 35 janë në Kosovë. Këto do ta bëjnë numrin e urave 37 mbi lumin Ibër në Republikën e Kosovës. Ndërtimi 2 urave të reja mbi lumin Ibër janë komentuar si kërkesë e vetë banorëve nga ministri i detyrë i mjedisit në Kosovë dhe planifikimit hapësinor të infrastrukturës Libur Naliu. Ai tha se projekti synon të forcojë lidhjen ndërmjet pjesës jugore dhe pjesës veriore të qytetit. Kemi nënshkruar marrëveshjet, memorandumet me të dyja komunat dhe në bazë të atyre 2 memorandumeve e kemi nënshkruar sa kontratën dhe po fillojnë punimet në këto 2 ura. Edhe një herë po ta përsërisim, të 2 urat do t'i lidhin 2 komunat, pjesën jugore dhe pjesën veriore, të Mitrovicën në pjesën jug dhe në pjesën veri. Ndërkohë ministri i detyrë i administrimit pushtetit lokal Elbert Krasniqi theksoi rëndësinë e urave si mjet për të rritur qasjen dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve të 2 anëve të Mitrovicës. Ne si bord pas ndërtimit e urave, prioritet kemi vendos edhe aktivitetet e tjera dhe projektet e tjera infrastrukturore. Njëri ndër to është edhe transporti urban i përbashkët, e ura është ideale që me kalu edhe transporti publik përmbi 2 ura edhe ti lidh qytetarët e Veriut dhe Jug. Ky është një moment shumë i mirë, ky është një moment shumë i rëndësishëm për gjithë qytetarët e Mitrovicës, Jugut dhe Veriut, po edhe Kosovës. Një valje të nxehtit po vazhdon në të gjithë Europën. Franca, Spanja, Italia, Portugalia dhe Gjermania janë në alarmin për nxehtësi. Në Francë, një alarm i kuq paralajmërimi më i lartë për nxehtësi ekstreme është në fuqi në 16 departamente përfshirë Parisin, ku maja e kullës Eiffel është e mbyllur. 2 persona kanë ndruar jetën në Itali për shkak të rritjes së temperaturave, ndërsa 50.000 janë evakuar për shkak të zjarreve në Turqinë perëndimore. Pjesë të Portugalisë dhe Spanjës regjistruan temperaturat më të larta të qershorit këtë javë me 46 gradë Celsius. Në Anglinë juglindore temperaturat mund të arrijnë deri në 35 gradë Celsius. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.